Nuk është kur vonë për të ndjekur ëndrat. Në moshën 38 vjeçare, Ervin Hysaj, nga Gjormi Kurbinit, sapo ka përfunduar studimet e larta, duke dëshmuar se vullneti dhe këmbgulja mund të kapërcejnë çdo pengesë. Rruga drejt diplomës nuk ka qenë e lehtë. Ervini tregon se që në fëmijëri synonte të vazhdonte shkollimin. Arsimin e mesëm e përfundoi në Lezhë, ndërsa për studimet universitare u transferua në Tiranë, ku sot synon të ndërtoj dhe karrierën profesionale. Në moshën 38 vjeçare, mbarova bachelorin, gjuhë dhe letërsi në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë. Jam shumë mirë njohës për të gjithë pedagogët, për të gjithë profesorët dhe profesoreshat që më kam dhënë mësim, që unë kam pasur fatin të jem student i tyre. Mund të përmend edhe disa emra, ndërsa jo të gjithë, por disa emra mund t'i përmend, siç është profesoresha Viola Isufaj, të cilën e kisha udhëheqëse të diplomës time. Mund të përmend profesoresh Anila Mullahin, profesor Gjan Dokan, profesoresh Lili Sulaj, Alyla Jubani, e shumë të tjerë, të cilët kanë lënë një mbresë dhe një lloj respekti të jashtëzakonshëm. Përveç arsimit, 38 vjeçari është angazhuar dhe në krijimtari. Ai ka botuar 2 libra, ka marrë pjesë në aktivitete artistike dhe është vlerësuar me disa çmime. Megjithatë, thotë se këto janë vetëm hapat e parë të një rruge që dëshiron ta vazhdojë. Duke qenë se jam marrë shumë me letërsinë dhe duke qenë se kam shkruar gjatë gjithë jetës time, kam qenë pjesë edhe shumë aktiviteteve, konkurseve letrare. Mund të përmend edhe disa çmime që kam fituar, një çmim të dytë në një konkurs letrar mbar kombëtar në Prizren, ku mora çmimin e dytë, po ashtu edhe një tjetër çmim të dytë në Burrel në vitin 17 diçka e tillë, nëse zgaboj. Këto kanë qenë një lloj frymëzimi, domethënë një lloj shtyse që unë të mos ndaloj. Pavarësisht se nuk të bën poet apo shkrimtar një dekorat, një çmim që mund të marrësh. Edhe pse sapo ka marrë diplomën universitare, Ervini nuk mendon të ndalet. Ai synon të vazhdojë studimet e mëtejshme dhe të punësohet në kryeqytet, me bindjen se investimi në arsim mbetet çelësi për të realizuar ëndrat. Deri tani unë nuk kam trokitur në përdyer institucionesh dhe arsyeja vetme ishte nga që e mendoja vetëm jo të bindur për arsyeën e mungesës që kisha me arsimin. Po tani që mbarova bachelorin dhe që kam ndërmend të nis edhe një master, siç e përmenda, tani mendoj të trokas. Ndërsa do më hapet ndonjë derë për të filluar një punë e cila mund të më mbështesë edhe te pjesa tjetër, te cikli tjetër që kam ndërmend të nis për masterin. Nga që u bën 3 vite për shkak të studimeve, nga që kam jetuar në Tiranë 3 vitet e fundit, kam menduar që atje të mund të gjej një punë. Për Ervin Hysajn, mosha nuk është një kufi, por një arsye më shumë për të provuar se ëndrat mund të realizohen në çdo etapë të jetës.